Jemi rikthyer shkurtimisht ju me disa prej zhvillimeve kryesore. Nëna e tretë të miturve në Durrës, të cilët u shfaqën një ditë më parë në një video të publikuar nga gjyqi e tyre, ka mohuar akuzat se ajo i ka lënë të braktisur dhe pa ushqim fëmijët e saj. Për report televiziona e thotë se fëmijët po merrin mjekim për sëmundje dhe gjatë ditës ishin vetëm sepse është detyruar të punojë. Sipas saj, gjithçka është kurth nga ish bjerra. Fëmijët të cilët u morën brëm nga shërbimi social rezultuan të prekur nga zgjebja dhe po marrin tani trajtim në spital. Shërbimi social në Durrës informon se në muajin nëntor nënës ju ofruan ndihmë për një punë dhe kujdesari për fëmijët nga ora 8 deri në orën 16, por 33 vjeçare ka refuzuar. Sot pritet vendim nga autoritetet për të ardhmen e fëmijëve të mitur. Nga parku eolik në Tropoj, kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot projektin për energji të rinovueshme. Brenda 12 muajve, tha Rama, do të përfundojmë një burim të ri dhe të fuqishëm të energjisë që do të prodhohet nëpërmjet erës. Projekti sipas kryeministrit shton mundësitë që Shqipëria të mos dalë në treg për blerje energjie, por të prodhojë për nevojat e saj, madje edhe të shes. Partia Demokratike kallëzon në prokurorinë e posaçme kryetarin e Kuvendit Nikol Peleshi për bllokim të mbledhjes së Këshillit të Mandateve për shqyrtimin e kërkesës së SPAK për autorizim për arrestimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku. Grupi parlamentar i PD-s akuzon kryeparlamentarin se ka me mosveprimet e tij për mos nisjen e mbledhjes me kërkesën e 5 anëtarëve demokratë të Këshillit të Mandateve, ka shpërdoruar detyrën duke penguar drejtësinë dhe e dëmtuar hetimet ndaj numrit 2 të qeverisë Balluku në hetim nga SPAK për 8 procedura tenderimi. Stoku i madh i dosjeve që presin vendime është sfida më e madhe që kërkon zgjidhja në sistemin e drejtësisë të ambasadori BE-s Gonzato në një tryezë me krerët më të lartë të institucioneve të drejtësisë, duke kërkuar më shumë gjyqtar dhe prokuror. Kreu i KLG-s njofton ngritjen e një grupi pune për rishikimin e organikës dhe shtimin e numrit të magjistratëve, ndërsa kreu i gjykatës së lartë Sokol Sadushi tha se drejtësia nuk duhet matet me numra, por me cilësi. Pas përmbytjeve në zonat e prekura po vjon procesi i verifikimit të dëmeve, ujë po të rriqet duke çliruar edhe shtëpitë dhe tokat bujqësore. Në fshatrat të Novoselës paraprakisht janë të dëmtuar 15 banesa dhe 20 krerë bakti kanë ngordhur. Në fshatrat Kravjosës, nga ana e qytetit Fierit, kultivuesit e lule shtrydheve llogarisin miliona lek dëme. Edhe në verifikimin e dëmeve ka nisur dhe në Durrës, ku më të dëmtuar janë fshatrat Suk dhe Katundiri. Sot në vend temperaturat kanë zbritur deri në -10 gradë dhe ngricat kanë pasuar kufizimet të lëvizjes në disa rrugë rurale, mbeten ende të hapura akset nacional.